Mos i neglizhoni kurrë këto 3 shenja, mund të pësoni një goditje në tru. Goditja në tru është një gjendje tejet e rrezikshme ku ndërpritet qarkullimi i gjakut dhe shkakton bllokim ose këputje të enëve të gjakut. Çdo vit, 800.000 amerikanë vuajnë nga goditja në tru, njohur si simptomat e kësaj gjendje të cilat janë më të rënda. Por si ta identifikoni goditjen? Janë disa studime që janë kryer për të identifikuar shenjat nëse është duke ndodhur goditja. Në vijim do t'i japim disa nga shenjat që tregojnë për sulm. Fytyra e personit zakonisht lëshohet në një rëna, duke sikur një përpjekje për buzëqeshje është e vështirë. Në shumicën e rasteve vërehet asimetria, sepse njëra prej pjesëve të trurit paralizohet. Gjatë goditjes njeriu mund të ketë të vështirë të ngrihë krahët, pasi që njëra nga ato do të bjerë përsëri poshtë. Sulmi mund të shkaktojë dobësi të përnjeshme të shëndetit. Njeriu po ashtu mund të humbasë komplet baraspeshën dhe të rrëzohet. Shkoni tek mjeku nëse vëreni këto shenja.